E mora fjalën për procedurë. Dhe dua të ngrej një shqetësim të një lajmi të minutave të fundit, që sapo është shpërndar në të gjitha mediat, është një njoftim në një postim në rrjetet sociale të koleges tonë, e cila është edhe sekretare për më tepër e këtij komisioni, koleges Koçeku. E para sepse është grua dhe dua të shpreh solidaritetin tim. E dyta është një shqetësim që shkon përtej përkatësive politike dhe prek edhe vetë themelet e shtetit të së drejtës, por prek edhe rrugën e Shqipërisë në integrimin evropian. Ajo ka deklaruar që është kërcënuar nga persona apo grupe kriminale, duke paralajmëruar se familja e saj, nëse familja e saj do të preket, do ketë pasoja të rënda. Unë mendoj që nëse kjo ngjarje është e vërtet, është një ngjarje tronditëse dhe i bëj thirrje të gjitha kolegeve, për më tepër kolegeve socialiste, që të solidarizohen dhe të reagojnë. Përdej gjuhës që është përdorur në këtë reagim, pyetja që duhet ta shqetësoj komisionin ton është si është e mundur që një deputete, një përfaqësuese e popullit, ndjehet e kërcënuar nga grupet kriminale. Dhe nëse krimi i organizuar është në gjendje që të ushtrojë këtë presion apo këto kërcënime ndaj një deputeteje, pavarësisht se cilës parti apo i përket apo pa parti fare, një deputeteje, një gruaje, atëherë çfarë ndodh me qytetarin e thjesht? Çfarë garancie kanë qytetarët e zakonshëm? Dhe ky nuk është vetëm një problem i rendit publik. Është një çështje që prek drejt për së drejti procesin e integrimit evropian. Komisioni Evropian, Parlamenti Evropian, raportet e ODIHR-it kanë theksuar vazhdimisht nevojën për rezultate konkrete në luftën kundër krimit të organizuar, forcimin e shtetit të së drejtës, mbrojtjen e institucioneve demokratike dhe sidomos ndikimin e krimit dhe krimit të organizuar. ODIHR-i ka përmendur lidhjen e krimit të organizuar me pushtetin dhe ndikimin në zgjedhje. A janë pikërisht këto grupe kriminale që kanë ndihmuar Partinë Socialiste për të marrë më shumë mandate në Shkodër, të cilat tani po kthehen në mjete shantazhi për ato që po rrezikojnë. Në Bashkimin Evropian, ti pse prekesh? Pse prekesh? Çka ka që preket? Fakti që reagon e lidh veten, okay, po flas për një kolege, mos Komisioni Evropian